kontratë, këtë marrëveshje të drejt për drejt të menjëhershme, pa burokraci, pa histori. Tani, ajo që ne nuk kemi pritur është që procesi të ngeci aty ku në fakt është hapi më i thjesht dhe më i shpejt. Hapi juaj, që të përcaktoni zonat dhe t'ja çoni qeverisë. E thonë në këto zona, ne duam të hapim rrugën e kësaj pakete. Duke praktikisht përjashtuar vetëm ato pjesë që janë zona të mbrojtura e kështu me radhë, ku përsëri ekziston mundësia e bërjes një investimi me karakteristikat e përcaktuara në ligjin përkatës, por që në atë rast duhet kaloj nga tjetër kanal. Tani, pse nuk bëhet kjo? Çfarë e pengon këtë punë, që njerëzit të rrinë presin që t'ju hapet rruga dhe nuk kemi hartat e këtyre zonave të përcaktuara, vetëm Përmeti, Skrapari, Elbasani, Belçi dhe Tropoja kanë sjell harta. Shumë e thjeshtë. Unë do lutem shumë që e para të bëni me njëherë përcaktimin e zonave, duke përfshirë në këndvështrimin tim sa më shumë territore, thash, përveç atyre pikave ku për arsye ligjore është e pamundur të investohet. Më dëgjon ti kryetari i Bashkisë Kukësit? Ha? Ti më dëgjon, po nuk e di jam kupton. Sepse një nga shtysat kryesore për këtë paket kanë qenë kuksianët, ku niveli interesimit për të investuar në ato territore është shumë i lartë nga ata që janë në emigracion. Dhe sa herë kam ardhur atje, edhe zotrote ma kanë ngritë të problem që kemi shumë kërkesa, po s'kan letrat e tokës sepse nuk e kanë pranuar 7501-shit. Ka 5 muaj që i kanë dispozicion. Të gjithë instrumentat dhe ti akoma nuk e sjell hartën. Që është fare thjesht. S'ka asnjë shkencë. Hiq qytetin dhe gjithë territori, përjashto çfarë ka e përsëris zonë të mbrojtur me ligj, është brenda kësaj pakete. Dhe jo vetëm që duhet bërë urgjent harta, por duhet ngrini një task force në çdo bashki. Një task force me 3 persona që të ndjekin këmba këmbës dhe t'i rrim pronto njerëzve që bëjnë shprehjen e interesit. Që t'ja u shpjegojnë, që t'i nxisin, që t'ja u lehtësojnë procesin, sepse, siç e tha ministrja, 500 parët që do marrin kontratën, 10 vjet nuk do paguajnë asnjë lloj takse. 10 vjet. Asnjë lloj tatimi. Por duhet i ndihmoni që të jenë 500 parët, nëse ata e kanë shprehur interesin. Duhet i rini pronto. Ministri i Pushtetit Vendor, siç e thash edhe në fjalën përpara asamblesë, po përgatit atë draftin për të përcaktuar grantin sipas performancës, ndërkohë që ministrja po përgatit edhe ato dy kritere që do të vlejnë qoftë për ministrit, qoftë për institucionet e pushtetit qendror, qoftë dhe për bashkit. Kriteri i parë, sa do kontribosh në rritjen ekonomike të vendit. Nuk mund të jenë të gjithë konsumator të rritjes. Duhet të jenë dhe kontributor në rritje. Nuk mund të jetë historia mblidh të ardhura nga qytetarët
përmes taksave dhe pastaj shpërndaj dhe pastaj kërko më shumë nga të ardhurat, po duhet jetë dhe krijimi i të ardhurave të tjera. Dhe bashkit duhet jenë në pararoj për të krijuar të ardhura në ekonomi. Të ardhura që krijojnë rritje ekonomike. Dhe ky është një nga instrumenta. Rritje ekonomike në nivel vendor dhe pastaj të gjitha së bashku kanë atë kontributin e tyre dhe në nivel kombëtar. Dhe si do ndodhi kjo në qoftë se shprehjet e interesit për të investuar në territoret tuaja përballen me indiferencë dhe përballen me burokraci dhe përballen me vonesa me muaj të tërë kur ky instrument pritej prej jush dhe pritej prej qytetarëve me vite të tëra. Si do ndodhi kjo? Kjo nuk mund ndodhi, po qëse nuk punohet në këtë drejtim. Saranda ka detin, po Saranda ka edhe territore rurale, Olti. Territore rurale me shumë potencial. Konispoli, po ashtu. Kryetari i Bashkisë Konispolit nuk duhet merret me një zjarfikës që jo hyrin punë, jo syrin punë, jo do hikësh, jo kush jam unë, jo kush je ti, po duhet merret me këtë instrument dhe me instrumenta të tjerë për të rritur ekonominë atje. Dhe kjo vlen për gjithë deri ke Benet Beci që ka qenë promotori i kësaj pakete dhe unë Shkodrën nuk e shoh këtu. Ke nis, po e kemi nis këtë punë bashkë kur ti nuk kishe mjekër, unë kisha, ti s'kishe. Tani ty mjekët është bësi unë dhe nuk ka ardhur akoma harta. Nuk ka ardhur akoma harta. Po, të paktën në këtë rast, edhe me Maliaj, edhe Fusharzi që janë këtu hudrat që na mbrojnë nga syri keq me lëkurën e tyre blu, nuk na kanë sjell gjë, kështu që ju kanë shpëtuar nga vënia në pozitë shumë vështirë, se po të kishin sjell ata pastaj do ishte problemi i madh, po as ata nuk kanë sjell gjë, që tregon që si majta si djathtas, kur shqiptarët flenë gjumë. Zgjohuni nga ky gjumë edhe brenda muajit tetor duhet vinë të gjitha hartat. Flas për të gjithë ju që mund t'ja jap dhe në formë urdhërore, për ata që janë këtu dhe që nuk marrin urdhra nga partia jonë, dera është e hapur, sepse me kryetarin me Maliajt e kemi folur këtë punë apo jo. Ma ka shprehur potencialin e madh për këtë punë. Ke 5 muaj që ke paketën, edhe gabimin e Kuçovës. Po jo, leje që ke për gabimin e Kuçovës. Po ty të paktën të falet se keni qenë të zënë me demaskimin e fartës zgjedhore. Tani fokusohet puna. Ne jemi gati të mbështesim fuqimisht për këtë, sepse ky është interes kombëtar, është interes i të gjithë qytetarëve, këtu s'ka majt djathtë, se kjo është ndarje që nuk ka pikë rëndësie kur vjen puna tek puna. Kështu që ju lutem shumë, fokusohuni shumë fort në këtë pikë. Hartat, thjesht fare, pa asnjë komplikim, territore që nuk janë ligjërisht të pandërtueshme dhe që janë teritoret malore, teritoret rurale. Durrësi ka teritoret tëra që janë kodrinore, ku ka agroturizëm, e njëjta gjë vlen pa diskutim mas edhe më shumë për Lezhën, se Lezhë nuk është Pirini këtu, po Lezhë ka edhe Alpe, i thonë ata, me gjitha Alpet i ka Beneti, po ata i konsiderojnë të tyret, edhe det e kështu me radhë. Pra, në të gjithë Shqipërinë është kjo mundësi për t'i dhënë një shtys më shumë turizmin malor. Këtu në këtë lokal që jemi sot, deri tani, nga 1 janari kanë hyrë 28.000 turistë të huaj. Këtu ishte një grop, ishte park ushtarak, pa asnjë lloj
pa asnjë lloj këmbë njeriu, po vetëm me rënoja, këtu është një zonë, një pikë që prodhon ekonomi. Dhe pikat të tilla mund ndërtohen në çdo cep të Shqipërisë, në çdo majmali. Se tani e kemi parë, nuk është diçka që thjesht e imagjinojmë, cili do që ka ndërtuar agriturizëm, cili do që ka hap derën e një shtëpie të vjetër në fshat, edhe në zona ku është shumë vështirë të shkosh, ja ka parë hajrin familjarisht edhe bashkë me të tjerë aty. Në pika ku përndryshe nuk bën sens të mendosh që mund të bësh sukses me bujqësie, sepse je shumë larg nga tregu dhe je shumë larg mundësisë për të krijuar masë kritike. Por ama të vjen tregu ty te dera atje të troket. Më dëgjon ti kryetari i Bashkisë Devollit. Tani mbyll edhe ato problematikat që kishe me karburantet. E ngatruan në historira karburantesh. Stacionesh karburante, jo karburanti kështu. Tani mbyll ato, je i lirë. Nuk po flas për Pogradesin, se Pogradesi është i zënë me teritoret e antikitetit thellë. Na dolin tani në fund që të gjithë fermerët e Europës origjinën e punës e pas kanë pas në Pogadec. Po mirë pra, atëre duhet vi harta për zhvillime rurale, se ke pasur adamin e fermerëve në Pogadec, tani duhet të kesh investime në këtë drejtim. Këto kisha unë. Tani, nëse Majlinda Bufi ka ndonjë gjë për të thënë, jepja një çik mikrofonin, se nuk e përmenda Toskanën, se mu duk si lapsus i Ervinit që se ka shkruar këtu, se normalisht më mendoj që ti i ke sjell të hartat. E vërteta është që nuk i kam sjell. Dhe pa dyshim që... Po e autokritik, ma. Pa dyshim që është autokritik jo vetëm për mua, por për gjithë ata që nuk i kanë sjell. Nuk ka dyshim që do ta përmbushim atë deadline-in që ju vendosët. Sigurisht që është mundësi shumë e mirë, jo vetëm për ne si kryetar bashkie edhe të vegjël, po në fakt është për gjithë qytetarët. Në fakt ne kemi filluar pak punën, por nuk e kemi finalizuar. Nuk ka vend për të thënë fjalë tjera. Kaq më shumë prishet. Faleminderit që nuk na kritikove hapur. Jo, sepse më kujtuan që ke bërë shumë punë dhe nuk desha të vërë në një rresh me të tjerë, megjithëse këta kanë bërë ato që kanë mundur. Po që ti të mbetesh në një rreshme me Maliajin edhe me Fusharzin, kjo nuk më pëlqen. Kështu që ullu mos mendo përgjigjen tani. I tha tek ai filmi, tha asnjëherë deri tani tha nuk ta thash ishe kështu. Ma the tani tha. Jepja pak atij mikut tim nga Fusharzi, jepja.